Dua të dyja, është haram të shikojmë domethënien lemzës që nxjerrin në Google se kam shumë nevojë ta di. Ç'është kjo? Domethënia e lemzës. Kush është lemza? Kjo është lemza? Pse i kanë nxjerrë në domethënie kësaj? Po larg budallëve, për Zotin. Po larg më vëlla, larg, sa më larg për Zotin. Do të bëjnë si vetja. A është haram të shikojmë domethënien e lemzës? Pash Zotin shihjer. Shkruaj atë në Google kot. Domethënia e lemzës. Këta kanë lujtë mëshme për Zotin. Kjo është çmenduri kolektive, vëlla. Kjo është çmenduri masive. Ka më veçi? La ilaha illallah. Leximi i lemzës. Subhanallah, subhanallah. Pash Zotin gjojni. Mba Allah se pas kemi hyrë në hak, pas ke pas të drejtë për pyetjen që ke bërë, po që është larg budallëve është, po puna është ta lexojmë një shatat. Nëse të zën lemza shishi pash Zotin. Nëse të zën lemza thot, nga ora 6 deri në 6:30 do të bëhet ajo që ti mendon. 6:30 deri në 7 do të krijosh një lidhje. Pa që është i martuar për shembull, do të zej dashnore. Nga 7:30 do të marrësh një lajm gëzuar. 7:30 një mik të dashuron. 8:30 një mik që qëndron pranë. 8:30 dikush qëndron besnik. 9:30 do të kalosh në mërzitje e hongre. Nga ora 9 deri 9:30. 9:10 do të mbetesh në shikimin e dikujt. 10:10 një bjond po të afrohet. Ta janë të çmend. Pasha Allahun, këta janë të çmendur për Zotin. Kjo quhet çmenduri tufe. Çmenduri tufe. Nga i gjenë, Allah, subhanallah, nga i gjenë. Zoti shpërblef të që bëjnë pyetje se vallai duken pa besueshme, po ja pra, ka dhe kafshëri të tilla në internet.